Pjesëtarët e policisë së Gostivarit me urdhër të gjykatës dje rreth orës 10 kanë ndaluar 36 vjeçarin ZS nga fshati Padalisht i Gostivarit, për të cilin është lëshuar urdhër për vuajtje të dënimit me burg, pas së cilës është dërguar në institucionin korrektues penal Burgu i Tetovës. Mbrëm rreth orës 15 minuta pas mesnate, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme në Tetov në rrugën Iliria në Tetov kanë ndaluar 33 vjeçarin KI nga Tetova, i cili pak më parë u soll në mënyrë agresive ndaj tyre derisa po kryenin veprimet zyrtare. Njëti është ndaluar në stacionin policor të Tetovës për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit dhe ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. 24 vjeçaria MZ nga Manastiri, e cila ka qëndruar përkohësisht në Tetov, dje në ora 13:30 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka raportuar se më datën 2 dhjetor rreth orës 17 ka qenë sulmuar fizikisht nga personi në M nga Tetova për shkak të marrëdhënieve të pazgjitura të tyre borxh besues. Rasti është duke u zbardhur dhe dokumentuar. Sot në orën 4:30, 33 vjeçaria ZK nga Tetova në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka raportuar se një orë gjysmë më parë në rrugën Jane Sandaski në Tetov është sulmuar fizikisht nga 30 vjeçari RB nga Cerova e Tetovës për shkak të keq kuptimeve të tyre financiare, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.